Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina sallallahu alaihi wa sallam. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salatat, selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wa salam, familjes së tij dhe shokëve të tij dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, mbram edhe sot mëngjesi sotëm ishte i trisht për besimtarët. Ishte pra një moment i vështirë për muslimanët. Moment i pikëllimit, moment i mërzisë, moment i dhimbshurisë. Mbram ka vdek një alim i madh i ummetit islam nga Egjipti, Ebu Ishaq al-Huwaini, Allahu mëshiroft, gjë që besimtarët anë botës ose drejt për drejt, ose në mënyrë indirekte kanë përfituar nga ai. Po them në mënyrë indirekte, sepse dersat që i keni dëgjuar nga ata hoxhallar, padyshim që nuk ka ndonjë hoxh i cili nuk ka dëgjuar diçka dhe nuk ka përfituar diçka nga ai hoxh. Por deshte Allahu Azza wa Jall, duke u përgatit pra ka qenë edhe për një operim, për një ndërhyrje mjekësore, u pritke pra këto ditë, por deshte Allahu vdiq, shkoj tek Allahu Azza wa Jall. Allahu mëshiroft, është një humbje e madhe për islamin dhe mërzitemi me vdekjen e dietarëve, shkaku një hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi alayhis salam thot: Allahu Azza wa Jall nuk e ngrit këtë diturinë e fesë islame me një të kap me ashtu, me një të shkulme nga gjoksat e njerëzve, por dituria ngritet me vdekjen e dietarëve. E ma kur nuk ka më dietar në tokë, njerëzit fillojnë t'i pyesin dhe të marrin dituri nga të paditshmit, nga ignorantët, edhe ata nuk pritojnë me dhënë fetva, nuk pritojnë me u përgjigjen pa dituri, e devijojnë veten e tyre dhe i devijojnë të tjerët. Këtu është frika, o vëllezër të dashur, me vdekjen e dietarëve. Allah na i zavensoft, Allah na kompenzoft e Rabi. Tjetra, vëllezër të dashur, me zgjimin e muslimanëve sot në këtë ditë të Ramazanit, kanë dëgjuar për lajmin e trisht për vdekjen, pra vrasjen e mbi 400 muslimanëve në Gaza, ku para syfyrit dhe në kohën e syfyrit dhe pas syfyrit janë bombarduar në çdo vend në Gaza, ku kanë vdekur fëmijë dhe gra dhe njerëz civil, dhe shumë me qindra tjerë janë plagosur, ju kanë amputuar krahët, apo këmbët, apo pjesë tjetër të trupit, dhe nuk gjejnë as gjak, dhe nuk gjejnë as ku mu trajtu, dhe nuk gjejnë as ilaçe. Ashtut kanë mbetur dhe po mbesin akoma në pritje, duke pritur gjë që dikush mi andalat gjakderdhje apo me pas ndonjë ndërhyrje. Kjo që po ndodhë, vëllezër, po Allahu subhanahu wa taala na ka treguar neve në Kur'an se kush janë ata armiq të besimtarëve. Nuk është e çudi për besimtarin i cili e lexon Kur'anin dhe mediton dhe i lexon fjalët e dietarëve tefsirin mbi Kur'anin. Allahu na ka treguar neve për çdo popull se kush janë dhe çka janë këta popull. Na ka treguar për çdo fraksion, për çdo fe, se çfarë janë ata. Këta janë të tillë, ata tjetër janë ndryshe, ata tjetër janë ndryshe, sepse na tregon Allahu se ata si ndikohen prej burimeve të tyre. Dhe kush janë ata, pra qysh nga kohët e hershme. Allahu i ka mallkuar ata njerëz, sepse në vazhdimsi kanë tradhtuar marrëveshje, dhe kjo e fundit tradhtuan. Kishin një marrëveshje
kishin armë pushim, e tradhuan dhe i thyen në besë besimtarët. Ata i tradhuan pejgamberët më herët e nuk po i tradhtojnë besimtarët. Më së shumti pejgamber ka pas tek ata, e dini pse? Për shkak tradhtive të shpeshta. Allahu ka dërguar sa më shumë pejgamber me qëllim që mi eduku ata njerëz dhe përsëri nuk janë eduku dhe i ka mallkuar Allahu subhanahu wa taala për shkak thyerjes së besës, se nuk janë mbajtur ndaj marrëveshjeve dhe ndaj kontratave dhe ndaj fjalëve që i kanë dhënë qoftë pejgamberëve edhe qoftë besimtarëve. E lutjet tona janë me ata besimtarë, që na po kemi çka me hongër për iftar, e ata po hanë granata, po hanë bombardime mbi kokat e tyre në kohën e syfyrit dhe në kohën e iftarit, e që Allah i pranoj prej shahidave, ja Rabbi. Allah i ndihmoft atyne dhe mbarë muslimanëve kudo që tjenë në përbot. E lusim Allahun azza wa jall që sa më shpejt të vjen, ndihmë Allahu subhanahu wa taala, ndërhyrja Allahut azza wa jall, e ta shpëtoj atë popull dhe mbar popujt musliman kudo që janë duke vuajtur në botë. Nuk ka në historinë islame, kur nuk keni dëgjuar që muslimanët i kanë vrarë kështu dikë. Nuk ndodh. Nuk ndodh dhe nuk ka ndodh kur që muslimanët mi vrarë njerëzit të pafajshëm në këtë formë, në këtë mënyrë. Nuk ndodh, jo. Para parasysh mediave që mundohen që për një grup të caktuar të vogël me zmadhu, thuaj se ai grup i caktuar janë domethënë rrezik për tanë botën dhe me qëllim e bëjnë këtë që të na largojnë nga ata që me të vërtet bëjnë masakra dhe bëjnë vrasje dhe gjenocid me 10.000 njerëz apo me 100.000 vrasin dhe dëbojnë dhe plagojnë e kështu me radhë. E përsëri mundohen që besimtarët muslimanët me i fajsu. E në fakt historia ka dëshmu që kur masakrat të tilla, besimtarët muslimanët nuk kanë bërë gjatë historisë. Vetëm se ka shpifje dhe trellime dhe rrena e kështu me radhë. Allahu na ndihmoft, Allahu na uzoft, Allahu na ruajt. Elhamdulillah që jemi besimtar, elhamdulillah që nuk jemi ne prej tyre. Prej atyre armiqve ndaj Allahut, armiqve ndaj besimtarve. Elhamdulillahi rabbil alamin, Allah i ruajt, Allah ndihmoft.